Miliona euro vetëm në piktura, kjo është pasuria milionëshe e përparim Ramës. Kryetari i Komunës së Prishtinës, përparim Rama, ka bërë publike pasurinë e tij, duke zbuluar pronësi të konsiderueshme si në Kosovë, ashtu edhe në Mbretërinë e Bashkuar, si dhe aksione në disa kompani vendore dhe ndërkombëtare. Sipas deklarimit zyrtar, Rama zotëron gjithsej 6 krona banimi dhe afariste. Ato përfshin një banesë prej 120 metra shkatror të blerë në vitin 2017 për 2.581.253 eurosh, një tjetër prej 87 metra shkatror të blerë në vitin 2016 për 996.120 euro dhe një banesë 100 metra katror të blerë në vitin 2010 për 997.314 euro. Po ashtuaj ka në pronësi një objekt afarist prej 600 metra shkatror të blerë në vitin 2018 për 1.102.304 euro dhe një rezidencë 120 metra katror të blerë përmes kompanisë së tij në vitin 2011. Në kategorinë e pasurisë së luajtshme dhe pronave jashtë vendit, Rama ka deklaruar një veturë Tesla të blerë në vitin 2017 në virën 65.000 euro, si dhe një koleksion pikturash të trashëguara që nga viti 2004 me vlerë të deklaruar prej 4 milion eurosh. Ai gjithashtu ka në pronësi disa prona në Londër, përfshirë njërin që kushton 1.750.000 euro, flats në Westbourne Park 849.000 euro, njësia 2B West Point me vlerë 900.000 euro, Studio Croydon 980.000 euro dhe një tjetër 950.000 euro, prona në Upper Fair Road 870 metra katror 4.5 milion euro. Rama është gjithashtu aksioner në disa kompani të ndryshme, përfshirë Infinity 8AB 12% e aksioneve 300.000 euro, Microcemento 100% 10.000 euro, Fora MSHPK 100.000 euro. Rama dhe Rahmani 50% 1.000 euro. E gjithashtu disa kompani të tjera e të më të vogla. Në llogaritë bankare ai ka deklaruar para të gatshme në shumën prej 12.000 eurosh në Raiffeisen Bank dhe 12.500 poundësh në Halifax Bank në Londër. Të ardhurat vjetore të kryetarit të Prishtinës përfshin pagë mujore si kryetar komune prej 1.372 eurosh, si dhe të ardhura nga shëraja e pronave në Londër që kapin shumën 3.850 euro dhe 4.000 euro në muaj nga prona të ndryshme. Rama ka deklaruar gjithashtu disa kredi aktive, përfshirë 541.000 euro për blerjen e banesës në Westbourne Park Road, 512.000 euro për njësinë 2B Croydon dhe 1.1 milion euro për Campbell Hill Mansions, 370.000 euro për një tjetër pronë, 500.000 euro për pronën në Vulcan Way, 490.000 euro për blerjen e Whirlpool Mills. Deklarimi i pasurisë së përparim Ramës është publikuar në përputhje me obligimet ligjore për transparencë dhe llogaridhënie të zyrtarëve publik.